Nesër zhvillohen ndeshjet e javës së 15 në ligën e parë të futbollit në Maqedoni. Kryendeshja e javës do të luhet në Bogovin mes Renovës dhe Shkëndijës, ku Qezin do të synojnë ta fitojnë ndeshjen për të mbajtur hapin me liderin e tabelës Vardarin, ndërkaq edhe Renovës i duhen pikë që të ngjitet në pjesën e epërme të tabelës që dërgon në kupat evropiane. Në ekipin e Renovës do të mungojë lojtari më i miri i skuadrës Izair Emini për shkaqe të panjohura, kurse të Shkëndija për pos Bubës dhe Xhufos që janë të lënduar, mungesa tjera nuk ka. Kapiteni i Renovës Fisnik Nuhiu u shpreh se Shkëndija ka epitetin e favoritit, por skuadra e tij do të luftojë për të nxjerrë rezultat pozitiv. Dihet se Shkëndija është favorit në këtë ndeshje, pasi Shkëndija dhe bashkë me Vardarin janë dy skuadra që me kualitet dallojnë nga skuadrat tjera. Por kjo nuk do të thotë se Renova do të dorëzohet. Renova e din se si duhet luaj kundër Shkëndijës. Ashtu mendoj se do të luajmë atë stilin e lojës tonë, ashtu si luajmë çdo skuadër tjetër, edhe pse kjo ndeshje është një ndeshje më ndryshe nga tjerat për shkak se bëhet fjalë për derbi lokal, derbi kundër një kundërshtar shumë kualitativ. Por Renova pret një rezultat pozitiv, do thotë kundër Shkëndijës rezultat pozitiv për ne është edhe barazimi. Ndërkaq kapiteni i Shkëndijës Ardian Cuculi u shpreh se me angazhim dhe lojë kolektive 3 pikët në fund do t'i takojnë Shkëndijës. Normalisht është derbi lokal gjithmonë është interesant dhe është për gjithë tifozët është domethënë një ditë e veçantë, kështu që ndeshja me Renovën të jetë ndeshje me vërtet kampionale. Do të takojnë dy ekipa që tani më dihen njëra me tjetrën dhe për arsye se ka pas ish lojtar si në Shkëndija ashtu edhe në Renovë. Mendoj se Shkëndija për objektivat që ka këtë sezon nuk i mbetet gjë tjetër veç se të shkojnë në fitore dhe shpresoj se do të arrijmë sukses dhe do të korrim fitore. Në takimet tjera Vardari si mysafir takohet me Horizont Turnovën, Sileksin e Kratov e pret Mladost Sarajevdori dhe Bregalnica në shtëpi përballet me Metalurgun. Një ndeshje tjetër interesante pritet të jetë ajo mes Rabotničkit dhe Shkupit. Të gjitha ndeshjet luhen nesër me fillim në orën 13. Java e 15 takohen Renova Shkëndija, Rabotnički Shkupi, Horizont Turnova Vardari, Sileksi Mladost Sarajevdori dhe Bregalnica Metalurgu.